Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, mirë podcast, jemi në radar, I kthehemi sërish në ato rubrikë që ne I dedikohemi shpirtit tonë, energjive tona, por edhe asaj që ne duhet mbrohemi, pra të panjohurës, që shpeshherë na cënon. Dhe një nga të panjohurat që shpesh ne ja kemi frikën, edhe si perceptim, edhe si formë, është magjia. Për ne, për të folur mbi këtë çështje dhe si të mbrohemi nga kjo e keqe, në thonjza nga kjo magji, kemi të ftuar trajnerë shpirtërore Sonila Vogli. Zonja Vogli, faleminderit shumë sërish që jeni me ne. Faleminderit juve. Magjia është shumë e frikshme, të mendohet, perceptohet, të përjetohet. Si mund mbrohemi? Në radhë të parë, gjëja e parë që nuk duhet të kemi është frika. Magji janë gjithçka që ne bëjmë me vetëdije apo pa vetëdije rreth e përqark nesh. Është lëvizja e energjisë që ne krijojmë për të mirën apo të keqen tonë, sepse ndonjëherë edhe ja bëjmë dhe vetes. Si të mbrohemi, ka shumë mënyra për të mbrojtur, ka edhe mënyra tradicionale, edhe gjëra që ne në Shqipëri I përdorim, në natona I përdornin normalisht, edhe gjëra pak më të çuditshme që bëhen për gjëra më të mëdha. Domethënë, po që se ka një energji negative kaq të madhe për të bërë një pastrim. Si mund të dallojë një njeri nëse është ose më saktë që beson që është prekur nga një magji, mund të ketë një dallim të qartë nga magjia, mësyshi, shpesh flitet edhe në gjuhën popullore për pushtimin nga xhintët. Pra, janë të ndara në koncepte, por në simptoma ndoshta të njëjta, edhe mund të bëhet një lloj ngatarrimi. Janë të ndara dhe janë të ndryshme, nuk janë të njëjta. Nuk janë as në simptoma të njëjta, sepse kanë simptoma të ndryshme. Në qoftë se flasim për një mësysh, në kuptimin që dikush tjetër është ziliqar për ty dhe ka folur një fjalë apo ka menduar diçka që të keqe për ty, në kuptimin e keq për veten tënde, për personin, ekziston ajo që e kemi shpjeguar edhe një herë tjetër, një lloj lodhjeje që të vjen, një lloj ndjesie që të ul energjinë gjatë ditës. Në qoftë se flasim për një magji të bërë për t'i bërë keq një personi, kemi ndjesi të ndryshme në varësisht se çfarë magjie është bërë. Po qëse është bërë për t'i bërë keq një personi, mund të kesh edhe dhimbje në vendet, për shembull në zemër apo në organe të ndryshme apo në pjesë të tjera të trupit, që ti mund të ndjesh pa pasur një arsye fiziologjike, arsye mjekësore për ta pasur, për ta ndjer atë lloj dhimbje. Ka raste edhe kur pjesë e magjisë, që mund të jetë edhe për të bërë. Historia është që magjia bëhet, përdoret, magjia, pjesa negative e magjisë, përdoret për të detyruar një person të bëjë diçka që një tjetër do. Dhe kur ti e sheh veten që je duke dal nga karakteri yt, duhet të kuptosh se kush është duke të detyruar të bësh këtë gjë. Është e dhimbshme ose është procesi I vështirë përballja me magjin për një person? Po, mund të jetë dhe e dhimbshme. Shpesh kur bëhet një pastrim, një purifikim, personi ndjehet më I qetë, ndjehet më I lehtësuar, po ndonjëherë mund të ndodhi që është mësuar aq shumë me atë energji negative që ka në trupin e vet, sa ka frikë të dalë nga ajo situatë. Kështu që mund të jetë e dhimbshme dhe e frikshme në të njëjtën kohë. Gjëja kryesore është që kur ti je në gjendje që të punosh me energjinë tënde, pa pasur influencën e të tjerëve, ti duhet të marrësh edhe përgjegjësitë e tua, për gjithçka që ti duhet të vendosësh, për gjithçka që ti je duke vendosur. A ka rituale, praktika shpirtërore që na mbrojnë nga magjit? Ka rituale nga më të thjeshtat tek më të vështirat. Ne kemi atë djegjen e kripës në Shqipëri, që nënat tona I gjyshet tona e bënin shpesh, edhe kur fëmia është I vogël, që kur e shohin që është kaq I bukur edhe e marrin më sysh.
Mund të bëjmë një larje të këmbëve për shembull me ujë me krip. Kripa është tërheq energjinë negative shumë lehtë. Mund të bëjmë një kalim të vajrave esencial apo të djegim disa lloj bimësh që të bëjmë një pastrim të trupit tonë energjetik për të hequr pjesë të energjisë negative të akumuluar apo të një magjie të bërë. Po gjëja kryesore që unë do thosha është që të mos lejojmë, edhe me afirmimet ne mund ta bëjmë shumë mirë këtë gjë, që të mos lejojmë një tjetër që të futet në trupin tonë energjetik. A ka të bëjë kjo me forcën mendore? Pra duhet të kesh një forcë të madhe mendore për ta përballuar? Duhet të kesh një forcë mendore, jo forcë të madhe mendore, nuk mund ta kemi frikë të tjerët, sepse çdo njeri anës e përqark neshe ka një lloj ndikimi energjetik tek ne, nuk është se duhet të mos jetojmë apo të mbyllemi, por duhet të jemi koshent që mund të ketë influenca në trupin tonë energjetik që nuk janë për të mirën tonë. Por në momentin kur ne përsërisim me zë apo me mendje që gjithçka që ne duam apo gjithçka që ne jemi duke bërë është në ndërgjegjen tonë, jemi ne që jemi duke vendosur dhe askush tjetër, nuk ka asnjë gjë që na prek anës e përqark. Personat që bëjnë magjit ose aplikojnë magjit, ne shohim që në ingredientet e tyre, nëse mund ta quajmë kështu, ose përbërësit e tyre kanë thonjt, kanë flokët, disa nga çfarë duhet bëjmë ne për të shmangur këtë lloj përqafimi mes nesh dhe këtyre ingredienteve që përdorin këta magjistarë ose në thonjza gjithmonë. Për të bërë një magji të zezë, sepse këtu jemi duke folur për një magji të zezë, kur përdoren pjesë biologjike të një personi tjetër, siç është floku apo thoj, duhet të përdoret një gjë e tillë për të arritur tek personi, tek energjia e personit tjetër. Kush e bën di disa rituale që detyrojnë personin për të arritur në një qëllim që një person tjetër e ka kërkuar. Për shembull, unë dua që të dashurohem me ty, marr një pjesë të një thoj tënd dhe shkoj tek një magjistar dhe i them domethënë që unë dua atë njeri edhe dua që ai të mendoj vetëm për mua. Është gjithsesi influencë me anë të një energjie shumë të fortë mendore ndaj një personi, domethënë ti prek trupin energjetik dhe mendor të atij personi. Çfarë mund të bëjmë ne që jemi domethënë po qëse na e kanë bërë një magji të tillë, gjëja e parë që mund të bëjmë është që të deklarojmë që gjithçka që nuk është në trupin tim tani, edhe pse ka qenë pjesë e imja biologjike, nuk ka asnjë vlerë energjetike ndaj meje. Në momentin që ne i heqim vlerën energjetike, një floku, një thoj, një bluze që ti mund të kesh veshur, sepse mund të bëhet edhe me rrobat, nëse ne ja heqim vlerën tonë energjetike, nuk është në gjendje të na preki njeri. Si hiqet kjo? Duke hequr, mos më e veshur, duke zgjatur flokët edhe t'i presim, si mund bëhet? Jo, mjafton që ti të deklarosh në një moment që ti e ndjen që mund të jesh prekur nga një energji e tillë, që mund të jetë bërë një magji e tillë. Ndonjëherë janë gjërat fare të vogla që veprojnë shumë në trup energjetik. Mjafton që ti të deklarosh që gjithçka që nuk është në posesin tënd në këtë gjë, nuk ka më vlerën tënde energjetike. Ti mbledh tek ti të gjithën vlerën energjetike tënde. Dhe asnjë gjë tjetër që ti ke jashtë shtëpisë tënde, jashtë vetes tënde, nuk ka më vlerë energjetike ndaj teje. Kështu që personi që ka marrë flokun tënd apo thojin tënd, nuk ka më asnjë gjë për tu lidhur me energjinë tënde.